Një tragjedi e rëndë ka trondittur zonën e Lukës në Itali, ku 4 anëtarë të një familjeje shqiptare humbën jetën pas një rrjedhje monoksidi karboni të shkaktuar nga një kaldaj me defekt në shtëpinë e tyre. Familja Kola kishte blerë këtë shtëpi 1 vit e gjysmë më parë dhe ishin zhvendosur aty vetëm 5 muaj më parë, shkruajnë mediat italiane. Viktimat janë identifikuar si Arti Kola, 48 vjeç, babai i familjes, nëna Jonida Kola, 42 vjeç dhe 2 fëmijët, Hajdar Kola, 22 vjeç dhe Jessica Kola, 15 vjeçe. Arti Kola ishte punëtor në një fabrik, ndërsa Jonida Kola, gruaja e tij, ishte shtëpiake. Djali i tyre, Hajdari, punonte si elektricist në një kompani lokale dhe Jessica ishte studente. Komuniteti e njihte familjen si të dashur dhe të qetë. Karabinierët nuk arritën t'i shpëtonin dot. Pasi trokitën disa herë në derën e shtëpisë dhe nuk morën përgjigje, ata e hapën me forcë dhe sapo hyn brenda pan 4 trupa të pajetë të shtrirë për tokë. Vëllai i kryefamiljarit humbi ndjenjat për shkak të helmimit me monoksid karboni, por arriti të largojë nga shtëpia përpara se të pësonte të njëjtin fat dhe ngriti alarmin për ndihmën e shpejtë. Ai u dërgua menjëherë në spitalin Cisanello në Pisa në gjendje kritike, por është jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu, 2 oficerë të karabinierëve që morën pjesë në shpëtimin e viktimave pësuan helmim të lehtë, por janë jashtë rrezikut për jetën.